Bazuar në informacionet e cilat ato publikuan. Pra, kemi të bëjmë me adresat e-mailit të disa nga deputetëve, me sa duket hakerat po tregohen dhe politikisht korrekt sepse postojnë ose publikojnë sasi të njëjtë emailësh nga të dyja krahet. Që është pak e çuditshme. Kemi të bëjmë një hakerim të pastër, është pranuar dhe nga institucionet, bazuar dhe në fotot dhe videot që kanë postuar në grupi, është postuar nga grupi i hakerimit, kemi të bëjmë me një hakerim total, mund të themi, sepse hakerat kanë akses në infrastrukturën qendrore, pra kemi të bëjmë me të gjithë serverat e virtualizuar, aty jepet se si i fshin, i fikin, u tha që kanë dalë jashtë funksionit dhe kompjuterat, paktën bazuar nga informacionet mediatike dhe çfarë kanë deklaruar institucionet, pra kemi të bëjmë dhe me fshirjet e materialeve në kompjuterat të ndryshëm. Por tek pjesa e parlamentit, siç u pa dhe nga postimi i emailëve, duket që deputetët shqiptarë nuk është se përdorin shumë adresën e emailit. Problemi do ishte nëse nuk do ktheheshin materialet e fshira nëse kanë një rëndësi, ose dhe aksesi në projekt ligje të cilat nuk janë bërë akoma publike, ose komunikime sensitive që mund të kenë pasur deputetët me institucione ndërkombëtare.